Në vend që në rendin e parë siç ishte deri më tani, akuzuari i parë Lup Çopallevski Pallço për shkak të arsyeve të sigurisë ul në rendin e fundit në sallën e gjykatës. Me vëmendje dëgjoi dhe shkroi dëshminë e Veli Bormanevit, bashkëpunëtor i dikurshëm në kidnapime për para dhe vrasje. Pallço ka pasur listë të personave që është dashur të rëmbehen, e më pas janë dërguar në një vrim të thellë në Veles, derisa familja të jap parat për ryshfet. Kam filluar me pensionistin nga Velesi, i cili u zgjodh për shkak se jeton vet dhe ka pasur automjet që është nevojitur për kidnapimin e një gruaje 40 vjeçe. Pallço menjëherë qelloi në ball. Unë mbeta pa fjalë, kërceva nga vendi dhe dola jashtë pyllit. Unë dala dhe u bëra gati të rrëzohesha. Unë dridhesha nga ajo që pash. Pash Pallçon që e shtyu pançe në grop. E pyeta pse e bëri këtë. Më tha të mos ndërhyj dhe të mos qetësohem dhe të mos prish familjen e bukur që e kam. Në listë për rëmbim kryesisht kanë qenë persona të pasur dhe biznesmen. Manev në seancë me emër përmendi disa prej tyre. Të akuzuarit është dashur të marrin nga 150.000 euro për rolin e tyre në aktivitetet kriminale. Vendosi për një grua 40 vjeçe. E ka ndjekur 10 ditë dhe vazhdimisht na tregonte fotografi. E dinim çfarë kohë del dhe ku shkon. Nuk e di nëse fotografitë ishin të përpunuara me Photoshop. Pas 3 përpjekjeve të pasuksesshme e rrëmbyem. Kur e dërguam në vendin e quajtur Orizovi Dupki, e kuptuam se është fëmijë. I thash Pallços që ta lironim për shkak se bëhet fjalë për person të gabuar, por ai e fotografoi dhe tha se nuk ka gabim. Fotografitë u dërgonte prindërve dhe kërkoi para dhe na tha se shuma si shpërblim do të jetë më e vogël. U ktheva nga vreshtat, ndërsa ai përmes jastëkut e vrau. Na dha gërryes dhe na urdhëroi që të gërryem. Në këtë pjesë të dhënies së dëshmisë, gjykatës i dha pauzë për shkak se të akuzuarit Aleksandar Gjorçevskit, babait të Vanjës, ju keqësua gjendja shëndetësore. Manev moi se Gjorçev ka qenë i përfshirë, duke pohuar se e ka përmendur nën presion të policisë për të ndaluar tortura ndaj tij. Për shkak të dallimeve në dhënien e dëshmive, prokuroria kërkoi në seancë të lexojnë 2 deklaratat paraprake të Manevit, e dhëna në polici dhe prokurori. Prokuroria Ana Stojković Dimitrovska, duke i lexuar, nuk mundej të fshë emocione që e pushtuan për disa çaste.